Gjabir. Po të afrohen ditët. S'kan me jetë dhe një 3 muj. Valla janë të afru, disish, o të më dok, kodi interesant. Se me Gjabir, a ki nisë mu tut për grujes për shtja? Jo më tut, po krejta gjanat ndryshojnë. Ndryshojnë, po grujes veç pak do të pishku për qefe, qerët kejtë bon. Do thëshin du të më shku për qevi se të t'i kanë me një kunder të shti. Ati po. Valla, vezbe di shka. Valla. Dyqysh, as mujmi, kur të martona une, mës me unda me një herë na. Unë s'du me t'largu prej vetës. Po mo, si të martohet, se cëllë do të me këshirë jetën e vetë, e me gra punëve veta. Se ma mirë është. Po be valla, po. Unë kisha thonë njerë mës me uda. Mjetojna me një shpi, kur t'i vere vakti për me uda, kur t'bojna fmi, kur t'shtomi, kur t'bomi shumë, ndami, po kisha thonë njerë për njerë, mas mirë ti me një shpi t'jetojna. O vla, mas mirë t'ja që shtu të shpo thëmë une. Se edhe gruja mu që shtu po më thotë. Mu da ma mira pi vaktit. Aso është be ma mirë. Edhe pak ta menojna këtë punë, mos t'gut me, të që shumin atë gut. Leje Gjabir, leje, se s'kena shka mu menu. Mas mirë t'ja shi kjo. Ani vla, ani. Ti e mas mirë ti. Po hajde shkojmë e ham një kafshore bukë se edhe jena lodh, edhe e lo mas dite tjetër me punu. Shko ti, unë pela shatin, shko ti se s'muaj ka mua bukë, shkoj ta pi një qaj, ta shok, ku sha, ti. E po hajde. Masanejna. Hajde. Hajde. Ha bura u love. O po pak, ti shka bone? Pusho pak, se buka është gati e ta shtroj. Ka dale, para se me shtru bukën, të folmi ti shka. Ha, qka kje me fol? Gjabiri nuk po do munda ku të martohet. E psa i s'po doj ka munda? E ku na zëneve krejt kjo shpi? 2 vllazni, 2 nuse. Po pe gru, po, edhe aj nuk e ka keq. Njerë në të vene nusja në shpi, e masane e këshirëmi se shka bojnë. S'ka shanca, sa të martohet edhe le dahet në shpit vetë. Po ka dale me gru e ti, njëherë se shumë kësen, vlonë me njëherë. Unë e po thëmë me njëherë munda edhe pik. Po i ri mëre është, duhet me majt pak nga të veti, oj gru. Ti kush majti nga të vetit, a e pa të ti kanë nga të kur u martove? Po ja ma, aj si gjuna i ri është. Pse ti as keve gjuna? Mos e qel edhe njëherë këtë muhabet se veç kam nervozon. Ah, mëj gru e mëj. Po ka dale se kur të martohet, duhet munda, po dhe hisë du mi munda. S'kemi qka me da tash. Baba ja kalon shpirën sheher, le ta marrë dhe le të shkon, hajt! E fushët edhe lopt, kuj pe jale? S'ka hiset të fushët e të lop. Aje ka shpirën sheher, le ta marrë edhe le të shkoje. Po, ama baba ndryshe ka pas thonë. Leti babën që ka thonë, ka dek mo baba. Po, ama baba kishlon amanet, 5 lop, fusha e modhe dhe shpirën sheher, mi taku Gjabirit, si ma i vogël. A neve, shpia vjetër, 2 arat e vogla edhe 5 lop. Fushën e madhe dhe lop me adhon Gjabirit, po t'ja jen vete qka i tu fol? Po baba bre pa të thonë qështu, ej. Leti baba që ka thonë, fusha dhe lop në jesin neve, e ati shpia. Po jo me gru se zba qështu, hajde. Kush për thot ty që zba qashtu? Unë e po thomë. Edhe unë e po thom që ban qashtu dhe tik. Po hajde bre, qupe ma bukën, se ki shumë muhabet kje.
O, hajde që vjetë të vjetë. Aje që she, Apollonash. Aje mirë? Që? Aje që she. Po mirë me mirë. Që i lash a gjatë pak të punu të ara dhe shajt dalë të pini qaj që të. Po ti që shie? Që, mirë që ti kem me bacin pa kafusha, po... A i shkoj me angër buk, po s'moha e ke mu fort buka, thash, vita pini qaj. S'tahat se darsma i ka fajt, ka njës me të kap, pak ato trejmat e darsmes. Jo, me po... E kam një hall tjetër, dishka. Hall? Hajde Likov, qar halli, a mëse ki hallin e parë. Jo, be paret janë bo, po... është një farë problemi tjetër. Po çfarë problemi be burr, kallzo nëse nuk është problemi më shefr, nëse mund me të një mund diçka, ti e di se nuk kam qef mos më kallzo. Problemi është e vllami. Po don me u da, si të martona. Mala? Po, pse bre vlla mund da ju, shumë be keni qu mirë nër me veti. Masanena nuk keni be kushe disa vllazni, di vllazni jeni. Nuk e di për shka mu da, hala as fëmijas, kur qa. Po që, ka daldis. Me u da. Thot e kina shpinë e rejnë, shehat, ti merat shpi. Valla, i këjdi nuk po mdu këtë në regull, mësane, qfar babe keni pas, jo, edhe katuni nuk është mirë me marrë vesh, kjo hala, pa u martu mirë, u damë vëznija, me korit edhe baba. Valla, s'po di valla, s'po di asun, s'po di shka me bove. Ka daldis. Ko e di, valla, ju e dini veç me konvent juve, njerë nuk, da ana besoj, që një mirë nër me veti, i keni tokat që tu, e keni shpijen, mësane na shaki me babe, ti veta gjenë shehër. A gjese një kërkanin be. Mire qojna, krejta ma, që ka daldis. Me u da. Këshire Gjabir, ju apet e dini ma mire, ma fali vlajt se vllaznia unë e di, dahan kur bahan kallablik, shpia është e vogël, s'kan ku me net, s'kan ku me shku, ma jo. Hala, se e di unë cull s'ka. Ti henës tu martu, nuk ja vlen mu da 4 vetë, hala si një bon shpi, po dami. Fal me vlajnë mirë ses. Po ve vlla, dhe unë që është të menoj. Duhet mu da kur bosh kallaballëk, kur shtohesh, kur keni fëmijë, mos kanë vive vakte edhe fëmijëve të unë martu. Po, çka me i bo, maj madh është, edhe po duhet me ngu fjallin ati. Po, be Gjabira, mos tash, njanin ka tonë, njanit të shpia në shehër. A e keni dikan që juvi në qenë shehër, a kërkan hiq? Jo, kërkan hiq se kena, jo. E kena një dojtë babës, ama, nuk ka që... Po ti qysh shka ki me bajtje, i vetëm, veç me një grue. Njani këto, njani agje. Valla, se di që kam me bo. Ej, ave naj qaj qëto si dush. A hongre buk, o bat. O, hongra, po ti ku keve? Te qajtori kesh, i shkon edhe e mrushi. E pitëm ka një qajsh, qajo. Ani, mire kiti bo. Oni pa u lodhët. Pak. Hajde pushoj pak, hajde ujmu që të bojmë babi. Hajde që to edhe ka nga hije pak.
A u lodhët, shka u bani? Po pak, besa pak. Pak që qëtu të punu që këtë kolomoq. E mira të shku. E po mirëve miqës, ju shka i keni punt me gajlet e darsma, sa keni më rrinë dikuna, shka puna? O, këti vlavit tem i kanë hitë zekrat. Në katoni këshin thonë do gruja të ishti kom me një kundër. Hani miqës, e po leni këto, a keni sonte dikan dala gje ka ju pak që shof? Hajde mi shbërëm, shpia jote, shpia jote. Po hve miqës, po ama, do të me vetë, se nuk e di që i keni punt a gjë të shpija shti. Ti miq, hajde bërëm sot ditë. Presim. Valla me miq, bon mirë e ki bo që kështë dalë. Moti se kom. Po dolave miqës pak të kshiri, shka i keni dertët halët me darsmën, a keni më rrinë dikun? Po, besa jemi të punu, jemi të bo hazër, dhe 3 mujnë e kanë metë. E po, mirë atër Ismail miqës, si që do të dishka, këtu jena na, kalzoni. Shumë falimderit, miq, falimderit. Po miq, kisha dashbe me të veti shka. Folve miq, fol. E kena pak një problem të vogël. Qëfar problemi veni? Apo, kur vllaznia ndohën se janë bo me familje, me fëmi, janë shtu shumë. E nuk ndohën veç pse martohet një djalë. Ha, Benip, po, prej që shtibe ju pas ka një galja e damës. Jo be miq, po, unë e di që kur të bomi me fëmi, kur të shtomi, kur të bomi ma shumë veta, që atëherë na du të munda, po? Po be mos e s'pëju, si ka kjo shpi i krejtve juve. E po këshire, baci thot, une kur të martona, bile thot qatë natën e darsmës, sos të darsma, une drejt në shejër me shkue, drejt e shpia në shejër, drejt me udahe. Jo, miqës, njëherë mos të ndani ju. Kur të bani me cull, atëhere mundeni edhe mu da, njëherë rini ala bashk. Po edhe unë që ashtu jam të menu, nuk po du me njerë sa të martona me udahe. O, Gjabir, besom që kjo punë është më e mirë. Jo, malo, njëherë duhet që jetoni bashk ju të ditë. O, miq, po se cilëve e kryon jetën e vetë. Edhe unë besoj që kjo punë mas mirë të ashtë. Jo, be Ismail, na me babën tanu pat mi da, ti kur pat e li. U banëm kalabalok edhe s'patëm shka me bon. Pa qare u dash me u da. Gjo, mas mirë ti se cili hesapin e vetë. Po, Benip, po, ju dëni me di se dhe pasunia duhet mu da. Po habe miq se nuk kere kushe di se sa pasunina, Gjabiri e merë shpjen e rejnë sheher, na e morë dhe këtë shpjen e vetër, loptë dhe arat, fushët që i kena. Qishbe Gjabirin po do me elon pa tokë, e pa lopë, veç me shpi, ha? E kje e merë shpjen e re, na shpjen e vjetër, e na takon fusha dhe loptë neve me i morë. Jo, be Ismail, baba jote patlon amanet që Gjabirit, ti je se shpija në sherë, hara e madhe edhe 5 lopë. A ti je 5 lopë, Ismail, edhe djarët e vogla. Po qysh ka mu kujdeski për tokën edhe për loptë të konë në sherë? Kujdeset qish kujdeset, është pune e Gjabirit. E që kjo ise i takon ati, Ismail. O miq, loptë cofin, deri të ardhë ki për sheri mi këshirë, ato veç se cofin. Ismail, aja është pune e ti. A i mundet ato lopë mi shit. Amo kjo ise ati i takon. Nese, s'po thom diçka, po problem ka me pas mi këshirë. Për që ata po të tomë, menon e mirë këtë punë që mos i hini diherë mund da, Ismail. Ajtë miq, ajtë se ja bojmë qarën. Ka edhe 3 muj vakt kjo punë. Keni vakt, po ditët janë shpesha, Ismail. Edhe duesh me ditë se darës ma vjen si sot. Pa hajde me miq se ka vakt kjo punë, edhe 3 muj ka vakt. E folin prap.
A u qove o bura flete, a pushove? U qova. Po, ti a kishe pushush? Po, pushova, po thash hajta fshi pak o burin. Ani dhe mira pas ke vo. Duhet me fshi. Ha, që shkalut pro me migjën? Po mirë për mirë. Kalum super. Na vetë ke përdarë se më dhe qashtu puna. Ani bash mirë. Po, unë kur hipa pro më sobë, ty veç që të kish pas zonë gjumi. Po e pashu që këshë njësë muhabet e thash hajt hipi pak naltë të pushoj e më kish pas zonë gjumi. As qajtë unë i kam qitë. Ani mirë, po veç dhe ishta të folë mi diçka. Ha, qka dashte me fol? Tu bo muhabet me migjën edhe Gjabirin, migja tha se njëherë nuk duhet mu da. Migjës tanë s'ka qka intereson ju dy, andahi ajo. Po ka dale me grumës këse me njëherë, se veç qatë migjë e kermi. E keni veç atë migjë, a më s'ka aj qka mi ju kalzu ju andahi ajo. S'ka qka intereson atina. Po ani, bashkë mi muhabet, në këshilloj kje pak edhe shakimi me bo. E tjetër qka ju tha? Edhe në kalzoj që amaneti që e kalon baba. Tha që neve në kalon amanet 2 fushat vogla, këtë shpijen e vjetër edhe 5 lopë. Kurse Gjabirit një shpi sheher, 5 lopë edhe atë arën e modha që në fund. E pas ka knaq, po s'ka aj qka interesohet në punët e tona. Migje ki, po dhe aj sa ti është me vjetë, edhe aj ka një fluturon me men. Po be gru, sa unë është me vjetë, pa i veç që kalzoj amaneti që e kalon baba. Fjallë të tia as mos i merë parasysh, ani pse e ki miqë, po si gjallë miqë me pas. Po ama, mos pihim nër hak Gjabirit. Qfar haki be, ta pas kanë mush menën prom, ku është haki jonë? Barabalet da atisja. Ku barabar, a këtë shpi pezën barabara? Shpjen e rinë, sheher e krahason me shpjen e vjetër në katon, as nuk krahasohën bile. Po be gru, po ama, që kjo në ka qëllu? Pi babës e kena, qaja që ka qëllu, s'kemi qka me bo. Unë po thëmë, lejti amanetin e babës se baba jotë moti ka de, e shpja jonë veç po shkon të vjetru. Po i gru, veç me shpi me lon Gjabirin, për një me i hina në hak. Nuk i hin hak, se shpia ati në sheher është e re. Me bo me shita i shpien, i blen katun 2 shpia. Ani, më sa të krije kje, si qelik edhe nuk bjen shpin, ka tje. Unë e kam për neve mos në mashtrojnë. Te merë hisën tane, a e merë hisën e vetë në sheher, edhe u sos puna. Unë e dole ka fusha, si të qohë Gjabiri kalzoj se aqe jam. Ani lërzoj mojali. O, Ismail. Hajde. O, dhe me burë se e pe qitë në Terezic, shkoj kazani. Hajde, unë pak. Po, burri dhe njëherë edhe pjezorit kënon. E di, po shkoj keni halët, a e një mirë. Mirë, shkojmë që të punu. Po ti shka pas ke dalë? E vallaj, i lasht ajo ara ma dhe gje argjat të punu e të shajt dalë pak të shka ka shka skala për katon. I ki bo punti, i ki bo me argjat për punon, a? Po jo, mëre pak ish. Inshallah të silë zoti edhe ti që shto po. Amin. Shka me bo? Po, me darës mërkum rrenët. A u banët hazëra halajo. Po, jena afru edhe një 3 muj s'ka met, mo. Po shqeqirë me malë qini bon hazër, po a i keni menu krejt asenët e darës mos. Po, i kena bo kejtë e sapët, jena bo hazër e krejt jena. Po bash mirë vallaj që keni bon hazër. Po, qa eshe ka qëllu, bre, Ebrush, se njeri du të mishtri kom që se ka jargonin. Vallaj bash qashtu ashtë, po kesh qajtore të pi qaje, banë pak ma bet me Gjabirin. Shka pas një bo mua bet? Po e vallaj be, më kalzoj që do ishe me dasit martohet. Po mirë dhe të pas ka kalzu, qashtu e kina njetë? Po a një jetë po be, malo po, a nuk po ashtë pak
Shumë shpejt hala gjalliri vetë sa të martohet për qësë në shërë. Po shka ka muhu pa gjë. Ajtë bese ki livrit që ka gjinët ja ban qarën. Asha zotin ti po thu që ashton, po vetë nuk ka letë. Po pse be mrush, qka po të pengon tije? Jo bre male, jo, nuk është të më pengu kur gjanë, se kush e di shka qkoj menja. Po unë e veç ju njotë të dive, ma kam njoftë edhe babën e di që jeni si familje mirë. E për qatë vëllaj hina pak thash t'ju foli se nuk është mirë mu da, mëse nëna, shë fol kejtë katoni folës. Po be mrush, po falimderit që e menu, e di që ne do të mirën, po qashtu do të mu boje? Po bre mal, po. Ti ka po fol, unë e peshon ftyrën tane, se edhe ti nuk do që shton shkaj të fol. Ama, ka e di po mduket sikur dikush me ta bazvënu zorin. Qka po do me thonë e mrush për kitë sens, po të kuptoj? Malo, unë e di që ju di vllaznit do një shumë nër me dveti edhe e qoni mirë. Ngom ti muhe, si të martohet Xhabiri, s'keni pse mu da ju menherë. Po dhe unë e s'po du mu da, o e mrush. Po qashtu janë rejnët, s'kemi shka me bo. O mal, këtë dashniju që e keni nër me veti, dije se atu munu qëtër kush me e prish. A diti se si dale Xhabirin shehera e sheh një herë në mujta nuk e sheh. Këto ka diçka qëtër, këto ka një dreqi madhë. O, jena të menu, bal jena të menu. Po krejt menimet e tona, po na qojnë mu da se s'ka qëtër qare. Qire Malo, ju e dini, veç unë të kish në thonën, mos mu gut që ka që me njëherë sa të martohet me njëherë me e da gjallin. Ama pet, ju e dini mas mirti. Zdi shka me thonë be burë, po qështu janë punë njerë. Po jalojnë a kohës, se shofë. Uj, nusa, u lodhe. Që valla pak, t'ja u qove? Shova, po, se ku tana? Ka shku në fushë, më tha me të kallëzu që ka shku në fushë atje, me punu. Po mirë, hajtë tune t'i laj sytë, këfjellë edhe unë po shkoj për ka fusha. Nalë dhe zishka? Unë në nuse. Pra, më kizon gjume sundolla hiq poshtë. Su një musha as qajt. Po, anë be nuse se s'ka lidhe, vaj se unë i musha qaja, prap. Apo më kallëzon qka folet? Po ma bet bashkë me migjen, për darsëm, qështu ma bete. E qeter mua vetë qka banët? Po, qashtu be ma bete, po pse shko bo? Jo, kur gjo su bo, po veç jam të dashë me ditë se shka kini po mua bet. Po bërë ma bet për darsëm edhe e qërën ma betin kur të martona, kur të ndami, cila hise, kujt i bje, qysh tek, qa jo. Aha, e që shura hisja? Ju nusën, se di valla fort mirë këtë punë, po migja ka zë që baba kish la një fara amaneti. E qfar amaneti kanë ajo? Po baba kish la në amanet shpijën e rejnë, shehër mu, tokën e madhe edhe 5 lopë. Që, neve me nalon shpjene vjetër edhe fushat e vogla, ha? Po jo, unë e kam njetë kismet... Qysh benjet, as po t'vjen marët për vllavit tana, u ka kujdes për ty si për fëmijën e vetë. Po jo, unë kishtë të kalzu që unë e kam njetë... Shëllë më regojen, as të handër gjegja me nalon neve në shpit vjetër. Me qëto dy dur të mija ti kam bo bukt, kam la tesha, marë do të me të ardhën. Po nuse, po kalla se nuk jetë më lanë me folë. Po qka me të lanë me folë be? Unë kur kam anë këtë shpi, ti ki pas 18 vetë. Si në na jote unë jam kanë. Tash do me na e bo këtë zesë, me na e marë hisen, e me na hin hak. Po nuse, po njetë e kumbo që lopt edhe fushën juve me avlanë. Ecë bem shele. Ti menon se na jena për sadaka me na ilon ti neve lopt. Ti nuk takon hitë qa jo hise, se neve të nalon shpit vjetër, lozën katon e jo shehër. Po nuse, po baba be kish lanë ata manet, s'po di kur gjo. Hop më prej syve se s'do as me t'pa, se s'po t'ven marrë s'po t'ven. E na kujdes unë e vllaviot për ty, si gjallë mas 7 qikave. Tash hiq pa marrë vjen më thët, unë e kam njetë. Hop po sy s'do me t'i pa mo, hajde hop!
A mi kallzu vllavit. Boni rezil gruja vet. A mos të përlanë edhe këtu dy masanej. E funit mire ka vllavi. Ma mirë ta marrë qatë shpinë, shehër. Për lopt edhe tokën në t'i gëzoje. I ki funit ma mirë vllavi jem në t'i gëzoje tokat sa mu bo copa. Hajde Gjabir, Emrosh, kom vendos. Qka po mëre vëlla, qka po, qka ke vendos? Si të martona, drejtën shehër ka me dalë. Bile, jam të menu edhe darësmën me e bo në shehër. Ej, subhanallah, sa e rahatoj njanin del qetri. E po pse në shehër shti? Emrosh, nuk bëhet kjo punë ndryshe. Veç se me dalë në shehër, atje me u dabë, edhe darësmën edhe kejt mi bo atje. Nuk bëhet ndryshe. Po ku do t'a bëjsh darës më në shehër? Hajtë ti mu kalzom ku bëhët me një kaqëreve. E di, Emrosh, ama... Ku do t'a bëjsh? Qashtu është puna. Mu shka ka na puna qështu? Qashtu është puna, vlla. Ska, qashtu. O Gjabir, menoj e mirë në njëherë këtë punë se vallaj s'kam ju dalë mirë që. S'del mirë. Qashtu kom vendos. O Gjabir, po unë e kesh vete vlajot. E shka thaj? Fola unë e mirë me malen, edhe i ka qështu lafët si ti, amo e vrejta që ka dishka tjetër. Qysh ka diçka tjetër, s'jam të kuptu. O Gjabir, unë jo njo moti, asan edhe babën bileva kam njoftë. Edhe Ismaili qështu thot që si të martohesh ta qes vlajnë shejar. Amo, së më duket mu që kjo këtu ka dishka tjetër. Po, shka be puna kallzon ose në plase, Vallaj, unë e pash në ftyrën në Ismailit që ai nuk i thot ato lafe pi zemrës. Amo këto është një treq i madh. a ban ti esh pak maj qartë se nuk jam të kuptu hiq. Shire, unë e të kam si vëlla. Kam e të kallzu diçka, po mos u prek, s'du mu prek. Unë e menoj se nuk është Ismaili e shka do t'i me të qitë në shërë. Kjo në punë grash, o vëlla. Qysh pun grosh? Pasha Zotin sa mujta me pa, kjo është punë grash. Malës, gruja është të jam mushmenë. Hop, po si s'do me t'i pa, mo! Hajde, hop! Emrosh, a jenë vetë i shkoj të folë? Njifmi që son, për me më se të pra, nuk t'ka hije me bo qështë. O, pasha Zotin nuk e kam që jam të dash diçka me shti. Unë e pash malën kur folë. Nuk janë ato lafet malës. Këto gruja të shtia, jo jam mushmenën që ti të dilsh në shërë. Emrosh, valla jetu e të pru me këto fjallë. Jetu i folë do fjallë shumë trana. Jetu prek kus duhet. Po në kom be Gjabir se pasha Zotin nuk e kam që unë t'ju prishi diçka nërmet veti. Unë e kam që t'nreqi diçka, ama që ato lafe shka i folë kë Ismaili. Nuk janë lafet e Ismailit ato, o Gjabir. Shërë. Po të kallëzoj diçka, ama në besën e tjede. Unë e di që s'ta i besu shumë edhe ty po të kallëzoj që të në t'jese. Lirisht dhe vla. Pra, migja këtë na. Edhe migja kallëzoj amanet baba shka na kalanën. Edhe ishte puna që mu më kish lanë amanet shpijen në shehër, shpijen e re, tokën e madhe edhe 5 lopë. Qështu ishte puna. Qëtash, kur u qova sot në sabah, nusja vlavit kish pas fletë për më herët,
edhe s'kishin bo muhabet me Ismailin, a nuk e di shka, edhe po më vetë, shka banet muhabet, unë pi kalzoj e dy, tash, qështu, jo, kalzëm shka kini bo muhabet, po tash, migja kalzoj që qysh në kara neve hisja, shka kara ty hise, po tash, unë kish ra hise shpja re, në shehër, toka madhe, fusha madhe, edhe 5 lopë. Të mbo një rëzëll, a e kur që ka s'kelë që shumë e mu. Me që të dy dur të këmë rritë, as për dje mare, vlavi jëtë, të kina këshirë si thëmien tem, atë këtë, aty, t'i shka... Po shka jam të thonë në Gjabir? Po që jo e kalzon që ato punë nuk ka që male ato dashtë mi i bëmë. E mo ti se dim keq kuptove parzit. Këto punë të kalzova, këto anë i dreqi madhë, këto janë punë grash, ma janë menë që këtë që ka po të thonë. Po ko e dive, edhe mos po hina gjuna ma i sen. Pasha Zotin kur gjonë si në gjuna se, ja unë e pak maj mo qëmë se ti edhe, i ti do punën e, shumë ma mirë. Qerre mirë që këtë punë, sa që s'del që qajo, me qaftë garantoj. Valla, s'po di. Po ti mos unë gotë. Ngomë muë, e ti shka kena me bo? Jo, kur gjatë s'kena me bo, le këtë. Ngotë dhe një herë se jam të këshirën për mirë, nuk jam të këshirë për keqë. Ngotë e këne, ti e ki mi që Azizin. Po. Azizi ka hatër të madhë të une. E hatërin ja ka Ismaili Azizit për stepri, Po. e une do të shkoj, edhe kam një muhabet me Azizin do të foli. Opa, shu se me. O Aziz! Po ku jo burë? O, hajde bujram me mrush. Po valla unë për të tiu, pa tani s'po shumë mirë që gjeta këto. Hajde bujram. Ma gjeta? Mrush si jetë, nga, a je mirë, si kalon. Valla i bash ba marrë malli me të paj. Moti si jemi të Po, s'ka me bave qëtë që shtu me punë shpije, s'ta ne tekni. Hajde po bujram. shqyqirë. Jo, nuk po tani s'për të shpija, po me si gjeta këto shumë ma mirë. A hunqmi pak që. Hajde bujram, hajde ulmi. Po Aziz be, me këto një patetu, be ti shka thash, Ha, po, shka pas ka ndodhë me një këtë mi. unë dash ta bëj, thash një punë të hajrit me këto një patetu, që po dojnë mu ndash, thash që ka mu martu Gjabiri. Po, hajde e bojna bashkë. Edhe pesho që ato as njani nuk dojnë mu da, po ka be këto dishka qeter, Aziz. Po, shka pas ka këtu i mrush? Ka hi një dreq këto, ashtu i përzi këto punë, një dreq i madhë. Mrush, kalzoma janë i dhnuve dishka këto dia, shka është problemi me këto? Këto nuk janë i dhnu, edhe e sho që e dojnë një qetrin. Ama këto ka hi një dreq edhe, sa të i lanë rahat këto di. Shire, unë erdha me të mësu dishka maj si këtë punë pe bojmë bashkë. Ti, qohu sot edhe shko të Ismaili. Edhe kalzoj Ismailit mësoje, thuj, Ismail, ti nuk ki mu da pi Gjabirit. E mrush, kalzove vlla se i e tu fol, dishka i e tu mushtela, mos jam të morë vesh kur zho. Kalzo shka puna. Kalzoj që gruja jote ashtu dasht me ju da, juve dive, edhe me ja marrë hisën Gjabirit. E mrush, nuk i e tu fol mirë. A jetë e ditë be vlla shka i e tu fol. Punë në muzit i e tu prek. Dije këtë. Be, ngam be vlati mu e shkem të thonë, unë atë kalzova pin fillim, unë të tash, që kësaj punë shkem të i hi, nuk është nështa mirë mi hi, po për Allah, për hajrën jam të e bo këtë punë. Ho vlla, po ti me punë grave be kanë e të umorë. Beso që i shumë fejli ki i kësaj punë, e mrush. Edhe ngam bre Aziz be vlla, unë e di se Ismaili është gjalli mirë. Edhe kur që ja rënje që ti qëto lafi, shka po ti thomone, valla i ka me nangu, se gjalli mirë është taj. U e mrush, pikave vlla ka dalë ki muhabet. Kalzove mos mushet katuni se bëhet marrje e madhe të në këtun katuni. E di që janë katuni. Prej pakës bëhet shumë. O Aziz, unë kam folë me të dinipat e tu. Unë e shoh që ato një qetrin e dojnë. Ato në sitë e atinre, kalzojnë që një qetrin e dojnë. Ama këtu, ka hi puna dishka është puna
grave, ashtë një farë shejtani. Unë e shoh ajo nusja Ismailit i ban këto punë. Edhe pram që ishe konë ti që kish i bo muhabet. Edhe me njëherë shtash kur ishin qunë sabah, me njëherë ajo kishte njës me ato lafët. Jo kështu jashtu edhe që ati e pash se ka hi këtu një dreqi madhe dhe do t'i dajnër me veti. Kao, e mrush kam ki kallëzu edhe ti. Si edhe mu po më ven keq pasha zotin as që kam dash mu përzin këtë punë, po më dhimet Gjabiri e thash hajtim e ta zgjedhim që këtë punë. E mrush, e ki ma dhe vla mirë punën se dije se unë e dalë të na keq. Tja përshë se kritë senet po lidhen me njëna qetra. Edhe nësja Ismailit, që ato shka kishi folë, jëtë nesin sabaj kishtë thonën, unë e se i të s'pëdu me ti pa, Gjabirit i kishtë thonë. E shta shket punë po lidhen që ati për një hise, për një copë hise. Haj ma si po thu me bismillah për janë nismi kësaj pune. Unë kam e shku drejt e Ismaili në fush, po Gjabirit ta shof mi ku ashtë. Po Gjabirin unë e lash të qajtori, edhe hiq nuk ishte mirë gjalli. Edhe pash që këtu ka dishka, ne i thash, edhe është lafin të shone, ti mos u gut. Unë e kam me shku, me fol, me Migjentan Azizin, se i ma ka hatrin shumë muhe. E thash, vit foljen e me ti, masanin ati e Migja Ismailit. Ismailit i ta ka hatrin shumë. Hin, qishtu, qish për të kalzoj, ren, edhe vunimojmë këtive gjembe. E mrush, e po hajde për njës mu pra, vesh ta drejtojnë e që ti e patën një drunë dhe po shkujmë. Hajde vla, që. O, ma lau, lodhëve, O, pak. e shka jetu bo këtu? Po që dole që kitë tërshon e kam rotlu të shofa karatera, jo. Po hajde, hunxu pak. Hunxu pak e pojmë një avet. Oh! Këshira atër tërshona se rotlova partje me Gjabiri. Ku e pas e Gjabiri no Ismail, ku ka naj? Po Gjabiri ja dasht me ardh, po hala nuk ka shkojdi. Po, s'ka fajve, nashta mos alo se prom, shumë qaj kemi pi. A, jemi knosh, bro. Si shpi pas pa moti, e na kish pas morë mollë, besa. Vallave Ismail, po, dilni edhe ju Migjës ka une. Ani pse thojnë alkit se jemi një mosh. Dalmi. Prap Migja jot jam. Po, besa po. O Ismail, gove Migjës, une pak erdhe edhe si me punë të të ti. Hajro olla me miqë. Po, s'po di edhe ka që nisi. Pi ku du që nisë jam i gjo. Hajro olla, bujrëm. Këshireve malo, juve Migjës nuk keni bab. Mu doni me më konsideru si në vend të ati. Se e di se edhe une jam gjenerate juve, po dhe njëherë doni me mi morë edhe këshilët e mija për sipër. Po me miqë, fol. Turqelit e ka një laf, ki ven edhe për mi i kryen tonë. Fol. Po be Ismailve që atu marrë pak si zor Migjës me tonë. Po fol me miqë se to tjene. E po Migjës, atër po dalë drejt në temë. Hajde me miqë, fol. Ismail, për punën e ndamjes Migjës unë e di se ti vllavin e do shumë. Nuk kanë shefijot, po ta thomë nërsi se është qefi i grujës. Ndash shidhnou, ndash pajtou. Qish me miqë? A jenë të të një vesh ka jefë të folë. Po Ismail, bashkë shtu ash Migjës. Mi gjo, këshire se jetu hi laknave, kështu nuk takon me folë. Jetu më ranu shumë. Takon, s'um takon, unë e di këtë punë se që shatu ndorë. Qish me e di këtë punë, shka jetu dash me thonë? O Ismail, dijeve Migjës se edhe muri ka vesh. Unë e di se tjetë gruja jote atu dash me e da. Edhe ngo qka pju them, ju jam të e pa se hisën e vllavit do një me e morë. Po ta kini me dije se nesër ajo ju vret juve. O miqë, më s'ka lequ sot kratë shmajtë se goxha fellit i ki hi kësaj pune. Unë e di se ti Gjabirin e do. Edhe që to fjallë shka jam të tini unë e tije, nuk janë pi zemrës tane.
Po, qëtër kushtë i atu qumë i thonë këto lafe. Me no mirë, Ismail. E po qka të baj me miq? Kjo pun i shtik me ditehe. Në tonë gruje e kam, këtë vlla e kam, nesër edhe ai martohet, kjo pun ma mira me nodhë qështu. Kije shka mi bo, kije. Se gratë qështu janë. Ja jep dorën ta merë krajnë. E, kalzojave burë venin ku e ka gruja? O miq, po ne me gruan dumin e me dveti. O Ismail, mos u banë me mi se si e i vogël ti. Une nuk jam të thonë me shku e me rreti grujen. Po shko të regoj mirë asaj se une me Gjabirin nuk ndana. Edhe thuj që nuk ndana pa ushtu na si familje. O, asune me miq nuk po du, po një keqen e ka i në shpije, nuk po disha me bo. Apo m'gon mu une të kalzoj se shka me bo. Hajde miq folë se po të goj. Ki me shku qështit të shpia edhe... Oj gru, hajde unë që shtu pak. Oba. Ha o burë, qka u bo? Gruje, e menova mirë punën fush. Ma mirë është Gjabirin ta martojmë këtë shpi. E le tjetojnë pak me neve e dikur në dalin shpit vetë. Tja s'po do më mush me mena? Kusha të ta mush menën ka e keqa? More, kërkush të ka shtu ma mush menën. Unë e kam vendosë qështu. Unë jam burri kësaj shpije. Apo me neshe jo. Nëse ti e burri kësaj shpijes, unë jam gruja. Edhe unë e vendosi se qka bëhot. Grue, më shele gojen se shumë e kime hap laçkën. Gjalli ka me jetu këtu. E hisën, kena me da, qështu që shka thonë baba. Kur asniher, po hese që shtu e konë seher ta kanë mush menën tjertë. Kërkush së më ka mashtru. As kërkush ma ka mush menën, po unë vetë kam vendos e pik. Ti ke vendos qështu, po unë s'kam vendos qështu. Po nuk ka shma problemi jam që ti s'ke vendos. Ashtë problemi jem, se nuk vendosit kjo pun, pa thonë edhe unë e po. Wallahi me bohët edhe, e disa mirë bohët. Veta ka hala. Zbohët. Bohët mërë bohët, qysh jo. Po bohët vërse nëse del unë e piksoj shpije. Po pse, ashtu të majtë dikush me zora? Dhe me thonë, qaq pas na vlerë unë, a? Fjalla eme nuk ngohet këtë shpi. E nuk ngohet. Gjithmonë kam ngu, po kësaj here nuk ngohet, edhe pik. Ismail jam të thonë se qona shkoj dhe nuk thehem kur mon këtë shpi. Që ku është dera? Nëse do me shku, shko me njerë. Allah, qaq pas ke dashti mu, a? Une të kam dasht ma shumë se sa ti menon. E tash, një fjallë mos me ta ngu, po dalu në priksaj shpije. Po shko me njëherë. Ismail, shumë jetu gabu, ta dish? Në fakt, une pas të gabu, që deri sot kam ngu. Ismail, shumë jetu gabu, ta dish? Me këtë punë që ka jem të të mësu, une njonin kije me hupë. E ja vlavin, ja grujen. Ngo që ka bëtë tëmë? Në qoftë se gruja ka dasht për një me, e kur t'ja kalzojsh punën me vlavin, ajo s'ka me bon kur gja, edhe ka mu pajtu me fjallët e të uve. E në rast se nuk t'ka dasht për një me, ta dish migje se ajo ka me dalë për shpije dhe kur mo nuk ka mu këthej.